Është një fushat që është e paravendosur gjithçka, janë ndarë, si thuash, në interesa ekonomike, po jo në interesa politike dhe në interesa detare në shërbim të adheu, në shërbim të Shqipërisë. Të tërë luftojnë si të marrin llokmën më të madhe që shkëpusin sa më shumë Shqipërisë, ta zhveshin të ikin shqiptarët siç kanë ikur, të vazhdojnë të arratisin, se po marrin arratin, dhe të mbeten ata që mbeten këtu të hanë vërtet hanë me lukë të florit dhe ata ashtu po bëjnë. Domethënë gjithë pasuria shqiptare ju është dhënë 5 vetave apo 50 vetave, kaq sa janë, dhe të tjerë t'i bien llogarit tonë në labëri. Besoj se i keni dëgjuar liderët politik, sidomos ata më kryesorët, Edi Ramën dhe Sali Berishën, por edhe partitë e tjera, kryesisht partitë e vogla. Cili program politik ju duket më tërheqës, më bindës për të votuar? Janë që të gjithë një lloj, për mua janë, që të shumëtoj me zero, se kanë një dirigent, kanë një autor, kanë një hartus. Thjesht kanë interpretues të ndryshëm, me hiqje dhe burg 5 apo 10 fjali, por në tërësi është i njëjti program. Pse është i njëjti program? Nuk kam dëgjuar deri tani asnjë orator në thojza që flet për mitingje, se këta bëjnë mitingje, nuk bëjnë takim, kontakt me popullin, se populli nuk i pret më kudo që kanë vajtur për të kontaktuar me qytetarët. Deputetët e deri djeshëm tani janë përzënë me gur, u thënë ikni zhdukuri se na keni gënjur. Dhe në për mitingje mirë që flasin, por nuk thonë asgjë lidhur me disa të drejta themelore që i ka gjithë bota, i ka gjithë njëtë qytetarët e botës, dhe vetëm në Shqipëri nuk janë. Për shembull, në Shqipëri s'ke sindikat që të mbrojë qytetarët shqiptarë, të mbrojë punëtori. Asnjë protestë sindikale të bërë deri në sot. Asnjë nuk flet për rrogat mizerabël, asnjë nuk flet për shqiptarët që kanë ikur ose ata që janë këtu që punojnë djemtë dhe vajzat e reja nëpër lokale, nëpër vende të ndryshme pune ku gjejnë, dhe nuk sigurojnë dot të ardhurar për të jetuar vetë lema, pasaj që të fejohen, të martohen, të marrin shtëpi e të krijojnë dhe familje. As shtëpi bëjnë dot, marrin dot, as familjes krijojnë dot. Nuk e di kujt son mushka këta qytetarë shqiptarë. Këta të rinj shqiptarë që dalin atje në për mitingje, që paguajnë se marrin një 30.000 apo një 50.000 lekë dhe vinë në miting, e kanë pyetur veten, çfarë u ka dhënë deri tani Salihu, Edi, Iliri e të tërë, çfarë u kanë dhënë qytetarëve shqiptarë? Deri tani asnjë. Deri tani i bajnë me llafet mira, që keni ju, bëni ju, keni neve, do bëjmë atë, do bëjmë këtë. Ka 30 vjet që gënjen për ujë të pishëm e Diramas. Ujë të pishëm s'ka. Pra, e kanë pyetur veten shqiptarët me çfarë do krijojnë familje, me çfarë do blejnë shtëpi, ku do jetojnë. Si mund të rrisin familje me këto rroga mizerabël që marrin këta tani? Janë 101.000 probleme për të diskutuar, zotë gazetar, por që askush nuk flet. Dhe përqendrohet vetëm ai ka marrë kaq tender, ky ka marrë kaq tendera. Gjithë lufta politike dhe fushata është luftë kundër tenderave. Kjo është. S'ka fushat për të drejta dhe për mirëqenien e popullit. Si mendoni, a ka një strategji antikombëtare për shpopullimin e vendit dhe kryesisht për largimin e të rinjve nga vendi? Absolutisht po. Absolutisht po. Një strategji që ka filluar që në vitin 90, është dirigjuar në mënyrë perfekte nga forca jashtë vendit tonë, jashtë Shqipërisë, kryesisht nga Beogradi, nga Athina dhe nga faktorë të tjerë ndërkombëtar, të cilët asnjëherë nuk janë interesuar se ç'do bëhet me këtë popull, ku do vej kjo situatë, ku do vjen këta njerëz. Si ishte mundur që e lënë Shqipërinë dhe po boshatise ditë për ditë, ose si thua, e nxisin Shqipërinë që tikin nga shqiptarët nga Shqipëria. Kujt i kemi bërë keq, kujt i kemi rënë qafë? Askujt. Thjesht po na luftojnë në mënyrë sistematike, siç na kanë luftuar 10 shekuj me radhë. Nëse kryeministri Edi Rama fiton zgjedhjet e 11 majit, a rrezikon që Shqipëria të izolohet nga SBA-ja? Praktikisht e izoluar është. S'ka ku të shkojmë tepër. E izoluar është.
Ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës akoma nuk kanë ambasador në Tiranë. Kjo nuk të thotë gjë. Kjo i thotë të tërë. Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë mbyllur kontaktet me Edi Ramën. Kështu që nuk pres asgjë më shumë se sa kaq. Çfarë mund të bëhet më tepër? S'ka çfarë të bëhet më tepër. Po kush mund të jetë i preferuarja i tyre, sepse në këtë rast i bie që të jetë Berisha? Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Berisha është arrestuar me urdhër të këtyre, me orientimin e tyre, jo me urdhër të tyre, po me orientimin e tyre. Tani se sa do ta mbajnë këtë dhe se sa do vazhdoj, sa e vërtet do jetë, nuk e di. Di që Berisha u bën kashillok, Berisha tallet. Këtë e di mirë, që tallet. Dhe jo e di mirë se kam hedhur fall, jo. Po e di mirë se shikoj që djerin 501 justifikime për ta arrestuar dhe për ta vënë para bankës së drejtësisë. Zotëri, Sali Berisha ka llogaritë më dha për të dhënë këtij vendi. Unë kam mbështetur Sali Berishën gjatë gjithë kohës që kam qenë në emigracion, duke besuar dhe duke menduar që ishte i djathtë dhe ishte për Shqipërinë. Këtu mësoj gjëra të llaktarshme për veprimtarinë politike të zotit Sali Berisha dhe kuptoj që nuk jam dakord me të, nuk e mbështet dot. Jam i vetmi ndoshta nga qytetarët që flasin për media që kam mbetur as me Ben, as me Agan, as me PS-n, as me PD-n. Deri tani kam folur dhe kam menduar që jam zëdhën si qytetari të thjeshtë që heq e vuan ditë për ditë për bukën e gojës, që i ka fëmijë të larg nuk i di se ku i ka, që i ka lënë pleqë vetëm në përshpitje e tyre, pa njeri, pa zjarr, pa ujë, pa ngrohje, pa ushqim, pa ilaçe, pa gjë. Dhe nuk interesohen për këto, po interesohen si të marrin pushtetin dhe të ndajnë tenderat. Është politika e tenderave në Shqipëri. Dhe të gjitha partitë politike hahen për tendera. Po atëherë cila është formula e zgjidhjes? Nuk e them dot atë. Nisur nga ajo që ju keni si këndvështrim apo opinion? Kush ka mend në kokë e kupton, po unë nuk e them. Pra në këtë rast i bie që shqiptarët të votojnë partitë e vogla. Pjesë e partive të mëdha janë. Janë paterisat partive të mëdha për të gënjur qytetarin. A e shikoni rrugëzidhjen në këtë rast nga sistemi i drejtësisë kundrejt klasës politike të korruptuar? Absolutisht jo. Sistemi i drejtësisë është i tëri i të dy partive të mëdha politike. I emëruar për tyre, shiko, do marrim një fakt. Është një institucion i quajtur kjo magistratura. E gjithë magistratura, zoti gazetar, shikoni që në të bëjnë. Është komplet teoria marxiste-leniniste. Është komplet vija marxiste-leniniste e drejtësisë. Kjo është se asnjë gjë tjetër s'ka magistratura. Pse e them këtë? E them sepse në shkollën e magistraturës nuk vjen juristë që janë kundër partisë punës socialiste të Shqipërisë. Asnjë. Vjen të tërë juristët që janë emëruar nga ata dhe që i përkasin atij spektri politik. Pra është thjesht një blokadë e jashtëzakonshme që të dalin në sistemin e drejtësisë kundërshtar politik të Partisë Punës Komunistëve Shqiptare në pushtet.